themi se gjendja në Medvegj është në gjendje të mjerueshme, sa i përket popullatës shqiptare, sepse gjithë dimë se është përngullur populata shqiptare nga Medvegja, atje jetojnë një rreth 400 shqiptarë, cilët jetojnë në kushte të vështira, dhe nuk pritet që do të përmirësohet në të ardhmen gjendja shqiptare në komunën Medvegj, jo pse nuk ndërmirët diçka nga Kosova, nga Shqipëria, si nga shtetet tonë. Përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet vendore nuk është adekuat sipas përbërjes së popullatës shqiptare në komunën e Medvegjës, sepse sipas regjistrimit të fundit, i cili është bërë përpara disa viteve, jo ky i 2011-s, po 2001-shit, shqiptarët përbëjnë numrin e popullatës Medvegj dikon 26.8%. Problemet në vendin komunal janë, në komunën e Medvegjës janë punësimi shqiptarëve. Shqiptarët nuk kanë përfaqësuar as paraportësisht sa është numri i popullatës. Sipas regjistrimit të vitit 2002, kur kanë marrë shqiptarët pjesë në regjistrimin e popullatës, populata shqiptare në Medvegj ka rreth 28% populata shqiptare, derisa të punësuar janë një numër krejt i vogël të shqiptarëve dhe në pretendim të shpërnguljes për shkak të papunësisë shqiptare, papunësisë të madhe që është në komunën e Medvegjës. Sot jam këtu jo për humanitet, po jam pjesëmarrës i firmës Medita. Më investitorët italianë jemi në bashkëpunim, ku së bashku do t'ja ulëm papunësinë komunës Medvegjës, Rëshevës dhe Bjanovcit. Po në komunën e Medvegjës nuk janë thuajse 5% të punësuar shqiptarë. Në krahasim me numrin e popullatës që është të punësuar në komunën e Medvegjës. Dhe ne si këshilltar komunal gjithmonë bëjmë përpjekje që numri i të punësuar shqiptarë të rritet, mirë po deri me tani nuk kemi arritur këtë qëllim, apo këtë qëllim të cilin ne kemi. Në organet vendore komunale janë të përfaqësuar shumë pak. Nuk mund të flasim as për një përqindje parafërsisht që do të ishte e kënaqshme. Po sa i përket pushtetit qendror, ne kemi bërë kërkesa mirë, por nuk kemi hasur në ndonjë mirë kuptim as në pushtetin qendror, sepse nuk ka shqiptar në organet shtetërore në komunën e Medvegjës, me përjashtim të policisë, një numër i vogël të shqiptarëve, në organet tjera nuk ka asnjë shqiptar të punësuar. Për Preshevën i kena disa projekte që i prezentun, po i kena edhe projekte tona që do të shfrytëzohen banjën e Sjarinës, ku folë për turizëm, të gjithë dhe një banjën e Sjarinës, u folë për hotelerin, dhe aty ishte pika kyçe se investorët për gastronomi janë të kyçen drejt për banjën e Sjarinës. Kështu, kjo mangësi hetohet edhe në çdo organ tjetër dhe në çdo vend tjetër, në punësim, në shëndetësi, s'kem çka të flasim. Nuk kemi as një shqiptar, as mjek, as infermiere, as motër medicinale, bilas as punëtor thjesht shqiptar. Po kërkesa tjera ndaj pushtetit lokal, ose mendon kërkesat e shqiptarëve janë investimet në infrastrukturë. Do të thotë në përfshatra shqiptare nuk ka kur fare infrastrukturë, rrugët janë të paqarkullueshme, nuk bëhet pastrimi i tyre gjatë sezonit të dimrit, mirë po edhe gjatë verës janë të pothuajse të pakalueshme. Në zgjedhjet e 13 shtatorit, të cilat nuk mund t'i quajmë se ishin zgjedhjet lira dhe demokratike, sepse shqiptarët u bllokuan, nuk u lejuan të shkojnë te kutitë e votimit. Këte e penguan organe shtetërore të Serbisë, ushtria, policia, gjindarmeria, dhe kështu që fituam një përqindje të vogël, prej 35 këshilltarëve, 8 janë shqiptarë. Kjo është në përqindje e vogël. Sa i përket sigurisht mund nuk më themi se është siguria, nuk ka siguri, mirë po edhe nuk është në aq nivel aq sa duhet. Po duke pas për bazë, pikërisht se nuk krijon kushte për kthjimin e popullatës, kur s'ka popullat, atëherë me siguri që edhe siguria mungon, sepse numri i vogël i popullatës krijon edhe një farë frikë se çka do të ndodhë me tutje. Po për kthimin e shqiptarëve në komunën e Medvegjës, për çdo vit nga buxheti i komunës së Medvegjës ndahen mjete, mirë po deri me tani ato mjete nuk janë shfrytzuar për kthimin e popullatës, kështu që nuk dim se ka kanë shkuar ato mjete, mirë po kushte për kthim, kryesisht kushte për kthim nuk ka, do të thotë nuk as shteti as komuna nuk ka krijuar kushte për kthimin e popullatës shqiptare në komunën e Medvegjës. Pastaj në çdo fushë hetohet prezenca e vogël e shqiptarëve, përfaqësimi i vogël i shqiptarëve,
Për shembull në polici, në dikun rreth 180 punësuar, janë 8 shqiptar. Kjo nuk është as minimumi i përfaqësimit shqiptar. Nuk ka asnjë firmë shqiptare që vepron me Medvegj, që e mban edhe udhëheq shqiptari. Kështu nuk kem asnjë vend udhëheq në nivelin komunal. Jemi të diskriminuar totalisht në Medvegj, në shqiptarët. Po në Medvegj, do thotë është hap paralelja e fakultetit të Nishit, dega juridikut dhe ekonomikut. Atje studion në numër i shqiptarëve, numër i vogël, mirë po në këtë vit nuk pat student të regjistruar në vitin e parë të fakultetit, as fakultetin ekonomik, do thotë as fakultetin ekonomik, as fakultetin juridik, studentët sepse është mbyllur fakulteti për shkak që nuk fitoi akreditim fakulteti në Medvegj, kështu që paralelet janë mbyllur, do thotë viti i parë nuk funksionon as fakulteti ekonomik as juridik, funksionon viti 2, 3 dhe 4, mirë po ai është në gjendje të mjerueshme, sepse gjithë me siguri jeni të njoftuar se atje fakulteti kur është hapur me përkthim në gjuhën shqipe, mirë po përkthyesit nuk janë adekuat, kështu që edhe studentët kanë vështirësi gjatë ligjëratave, mirë po edhe gjatë provimeve kanë probleme të mëdha. Kërkesat tona janë shumë realiste. Nuk kërkojmë asgjë më tepër se që na takon. Nuk kërkojmë asgjë jashtë ligjit edhe jashtë konventave ndërkombëtare. E këto gjëra dihen për kombet e për pakicat kombëtare. Ato janë drejtën shkollim, drejtën punësim, drejtën zhvillimin ekonomik, drejtën e fjalës së lirë, informimit, punësimit, kështu.